Përshëndetje miqtë mi, jo ku erdhi momenti final kësaj super violine e punuar me një material të pazakontë. Këtë lloj materiali në kuksion e quajmë xham biciklozi. Komplet violina e punuar nga durët e mia, te modhja dete më e vogla, përveç aparaturave që I kemi blejt këto, se këto si bëjmë dot vetë, dhe këto kunjat metalik. Dhe tjera çka I përket një violine, I kemi bo gjitha vetë. Gjitha pjesët. Kësaj pjese kisha harru mja ble atë kopsën, ka një kopse metalike që vendosë këto. Po s'ka rëndësi, ata e kemi porosit, se kjo thjeshta për bukuri mendoj unë. Dhe këte ja vendosim edhe herë tjetër. Ka rëndësi që violina është në gjendje pune. Me gjitha kushtet, kjo violin që na ka befasu mas shumëti që zonin 80% e ka prunë akustik. Se kjo violin u ka nis 100% u ka nis elektrik nga materiali. Se po ta kisha nis akustik, ja kisha vu kapakin të bredhit, drunit, akustik. Dhe aty do e kisha nxjerr zonin 100% akustik. Po prap mirë që kemi arrit, 80% ja kemi nxjerr zonin akustikës. Unë nuk di t'i bi violinës, unë di vetëm t'i punoj violinat. Dhe shumë instrumente që përmenden në përbot, unë arrit t'i bëj. Dhe atë instrument që se kam pa kur, po t'ja hedhi një sy, unë munëm t'a bëj, munëm t'a punoj, pa pik problemi. Masane, këto instrumente qka I kam pa, qka I njof, unë arrit t'i bëj pa pik problemi. Pa pas as një lloj problemi në to. Tashi, d'ja nxjem zonin elektrik. Se elektriki lu I kishtat pak ma mirë. Një super zonë.
super sukses. Falënderimi i takon vetëm të madhit Zot, që na e ka dhënë këtë dhunti me punu dhe me jetu pak ma lehtë.